mund t'i lejojmë. Presimi tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mëngjes. Përshëndetje, zotëri. Zoti gazetar. Urdhëro. Duhet kemi parasysh një gjë. Po. Duhet përgatitet në nivel të lartë edukimi qytetaria. Sepse qytetaria është dije dhe shoqëri kuptimi. Pra kjo shoqëri nuk kupton demokracinë dhe shumë vështirë. Jo se ajo duhet të mësoj, po 3 gjëra duhet të mësoj. Liri, barazi, që është e para, dhe e dyta, diferencat që duhet kena ato sidomos barazia para ligjit, dhe e dyta, drejtësia, që është alfa e të gjitha gjërat. Pra të gjithë këto element kërkojnë një shoqëri dijesh dhe kuptimi që është qytetaria e cila nuk lejon liri në varësi. Liria është futur në varësi të militantëve në Shqipëri dhe ka 35 vjet. Kjo e ka dëmtuar aq shumë zoti gazetar dhe të falderoj për vëmendjen që ke. Pra kjo e ka rënduar aq shumë demokracinë ose teoricinë të filozofë dhe teoricinë e lirisë, sa nuk kuptojnë se ç'është eksplorimi në liri dhe pse liria do dije dhe qytetari. Pra ne kemi nevojë për talente në drejtim. Kemi nevojë për talente, jo të kthehet vjetërsira politika e vjetër. Ata nuk e kthejnë më njeri, ata e bëjnë për të trambur në trupcat që kanë gjetur atje në SPAK ose në një të gjyqësorit që po i kontrollon dhe po i ndëshkon. Pra, gjithë këtë fushat ata për këtë punë e bëjnë, për të trembur ata, sepse më në pushtet nuk mund të kthehen vjetërsirat. Ata kanë bindje mesetare, pra nuk kanë bindje të qëndrueshme për atë që është në kryesorja sot në botë dhe që diskutohet për tatësia mendore. Do të thonë duhet një mekanizëm i ri trurit sepse mungon e vjetra. Dhe këtu në Shqipëri e vjetra marrë shkas nga i artikullit e Gazeta Panorama. E vjetra shto shumë pënduse, është shumë pënduse, shumë këkullse. Kjo është arsyeja pse shoqëria ka ngjelur pa edukim. Dhe fundit, e rresti fundit, që duhet ta mbyll është kjo. Kjo politikë nuk ka bërë dot edukimin e qytetarëve. Edukimi i qytetarëve është kjo. Ajo duhet të edukojë me dije, inteligjencë dhe racional. Pa dhunë grushteti. Pra të gjitha këto që thashun, të gjitha janë elemente domosdoshme të eksplorimit të lirisë që duhet të di qytetarët. Të kuptova, zotëri, faleminderit për telefonatën.